Administrata e presidentit Amerikan Donald Trump përjashtën nga tarifat e larta reciproke telefonat inteligjent, kompjuterët dhe disa pajisje të tjera elektronike të importuara kryesisht nga Kina, duke siguruar një lehtësim të madh për firmat teknologjike si Apple që mbështeten në produktet e importuara. Në një njoftim për transportuesit, Agjencia e Doganave dhe Mbrojtjes së Kufirit të SBA-s publikoi një listë të kodeve tarifore të përjashtuara nga taksat e importit. Veprimi i Trump përjashton gjithashtu pajisjet elektronike të specifikuara nga tarifat e tij bazë prej 10% për mallrat nga shumica e vendeve të tjera përveç Kinës, duke lehtësuar kostot e importit për gjysmëpërçuesit nga Tajvani dhe iPhone të Apple të prodhuar në Indi. I pyetur të shtunën në lidhje me arsyetimin e tij për përjashtimet dhe planet për gjysmëpërçuesit, Trump u tha gazetarëve në Air Force One se do të japë një përgjigje të specifikuar të hënën. Shumë shefa ekzekutiv të kompanive teknologjike e mbështetën Trumpin kur ai filloi mandatin e tij të dytë, duke marrë pjesë në inaugurimin e tij më 20 janar në Washington dhe duke festuar me të më pas. Shefi ekzekutiv i Apple, Tim Cook, organizoi një ballo para inaugurimit dhe ka vizituar Trumpin në shtëpinë e tij në Florida. Për importet kineze, përjashtimi vlen vetëm për tarifat reciproke të Trumpit, të cilat u rritën në 125% këtë javë, sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë. Tarifat e mëparshme prej 20% të Trumpit për të gjitha importet kineze që ai tha se kishin lidhje me krizën e fentanilit në SBA mbeten në fuqi, por zyrtari i Shtëpisë së Bardhë tha se Trump do të nisë së shpejti një hetim të ri tregtar të sigurisë kombëtare për gjysmëpërçuesit që mund të çojë në tarifa të tjera të reja. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë tha në një deklaratë se Trump e ka bërë të qartë se SBA-ja nuk mund të mbështetet tek Kina për të prodhuar teknologji kritike, si gjysmëpërçuesit, qipat, telefonat inteligjent dhe laptopët.